Radio Maria, pjesëri kishte në shtëpinë tënde. Radio Maria, Kosovë. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lënduar Jezu Krishti. Ju flet Pater Lorenzi, frati i Gjakovës. Kjo është emisioni 18 në lidhje me jubileun e madh franceskan të 800 vjetorit të vdekjes së Shën Francesku të Asizit, i cili vdiq në vitin 1226. Në 2 emisionet e fundit kemi folur për shpirtërinë franceskane, duke filluar nga cilësitë apo karakteristikat kryesore të shpirtërisë franceskane, për kristocentrizmin, për varfërinë ungjëllore, për vllazërinë dhe bashkësinë, për dashurinë e Shën Franceskut ndaj të gjitha krijesave të Zotit, për thjeshtësinë dhe gëzimin, e më në fund për apostolimin dhe afërsinë e franceskanëve me njerëz të cilëve Zoti i ka dërguar. Sot do t'ju paraqesim një përzgjedhje të shkurtër të teksteve të ndryshme nga burimet franceskane, të cilat pak a shumë mund të na shndrisin idenë për shpirtërinë e Shën Franceskut dhe të vëllezërve të tij. Po fillojmë me një tekst nga Legjenda e 3 shokëve, që na tregon se si Papa Inocenti III e miratoi urdhrin franceskan në prill të vitit 1209. Kur Shën Francesku dhe 11 shokët e tij të parë mbritën në Rom, takuan aty i peshkun e Asizit, i cili i priti me gëzim të madh. Ai kishte një nderim plot dashuri për Franceskun dhe të gjithë fretrit. Në fillim, duke mos e ditur arsyen e ardhjes së tyre, u shqetësua, duke pasur frikë se mos donin ta praktikisnin Asizin, ku Zoti nëpërmjet tyre kishte filluar të bënte gjëra të mrekullueshme. Ai ishte krenar dhe i lumtur se kishte në dioqezën e vet njerëz kaq të zellshëm dhe jeta shembullore e të cilëve jepte shumë shpresë. Por kur mori vesh arsyen e ardhjes së tyre dhe çfarë kishin ndërmend, u qetësua dhe u premtoi atyre këshillën dhe ndihmën e vet. I peshku i Asizit ishte mik me kardinal Gjonin e Shën Palit, i peshku i Sabinës, njeri për një mend plot me hir të Zotit dhe që i kishte shumë për zemër njerëzit që bënin jetë të shenjtë. Kur dëgjoi prej i peshkut të Asizit për jetën dhe shenjtërinë e Franceskut, pati dëshirë ta takonte shenjtin dhe disa nga vëllezërit e tij. Kur mori vesh se ishin në Rom, u çoi fjalë dhe i priti në shtëpi me respekt e dashuri. Ata kaluan disa ditë me të dhe ai mësoi shumë nga fjalët dhe shembujt e tyre dhe pa se veprat e tyre përputheshin me atë që kishte dëgjuar. Dhe ai e porositi veten në lutjet e tyre dhe u kërkoi që ata ta konsideronin atë si njërin prej tyre. Më në fund e pyeti Franceskun për arsyen e ardhjes së tyre në Rom. Dhe kur dëgjoi se ç'kishin ndërmend, u tregua i gatshëm të ishte si përfaqësues i tyre në kurjen e Romës. Në të vërtetë, ai shkoi te Papa Inocenti III dhe i tha: "Kam takuar një njeri me përsosuri të jashtëzakonshme që dëshiron të jetoj sipas mënyrës së Ungjillit dhe të respektoj në çdo gjë përsosurinë ungjillore. Jam i bindur se Zoti dëshiron nëpërmjet tij ta përtri fenë e kishës së shenjtë në mbar botën." Këto fjalë i bën shumë përshtypje papës, i cili e urdhëroi kardinalin t'ia sillte Franceskun. Ditën e nesërme, kardinali ja prezantoi njeriun e Zotit papës, të cilit Francesku ja hapi zemrën dhe ja tregoi qëllimin e vet. Papa, duke pasur
dhuntin e urtësisë, e miratoi dëshirën e Franceskut e u dha disa këshilla atij dhe vëllezërve të tij. Pastaj i bekoi duke thënë: "Shkoni vëllezër me Zotin dhe predikojeni të gjithëve pendesën ashtu si t'ju frymëzoi ai." Kur hyi i gjithëpushtetshëm t'ju shtoj në numër dhe të arrisë hirin e vetë në ju, e ani e na bëni të ditur dhe ne do t'ju japin më shumë dhe do t'ju besojmë detyra më të mëdha. Papa donte të ishte i sigurt nëse miratimi që tashmë kishte dhënë dhe favoret që mund t'u jepte në të ardhmen ishin vërtet sipas vullnetit të hyjt. Prandaj, para se shenjti të largohej, i tha atij dhe vëllezërve: "Bijtë të dashur, mënyra juaj e jetës na duket shumë e rrept dhe e vështirë, por duke qenë zeli juaj kaq i sinqert, nuk mund të dyshojmë për ju. Megjithatë, e kemi për detyrë të shqetësohemi për ata që do t'ju ndjekin në të ardhmen, që të mos u duket shumë e vështirë rruga juaj. Por duke parë qëndresën e tyre në fe dhe shpresën e tyre në të rënjosur kaq fort në Krishtin dhe hovin e tyre të palikunshëm, i tha Franceskut: "Biri im, shko e lutë Zotin që të zbuloj nëse ajo që kërkoni është sipas vullnetit të tij. Kur të na deftohet vullneti i Zotit, do t'i plotësojmë dëshirat tuaja." Kur shenjti po lutej ashtu si e këshilloi Papa, Zoti i foli në shpirt me anë të një shembulltyre. Në një shkret të tjerë jetonte një grua e varfër dhe shumë e bukur. Një mbret i madh, i magjepsur prej bukurisë së saj, pati shumë dëshirë ta merrte për nuse, duke shpresuar se do të kishte prej saj fëmijë shumë të bukur. Pasi u lidh dhe u krye martesa, linden shumë fëmijë. Kur ata u rriten, nana e tyre u tha këto fjalë: "Fëmijë të dashur, mos t'ju vi marre për veten tuaj, do të thotë mos t'ju vi marre se jeni të varfër. Pasi në të vërtetë ju jeni fëmijët e mbretit. Shkoni në pallatin e tij mbretëror dhe ai do t'ju jap gjithçka që keni nevojë." Kur ata erdhen para mbretit, ai u mahnit prej bukurisë së tyre dhe duke parë se fëmijët i përngjanin atij, i pyeti: "Fëmijët e kujt jeni?" Ata ju përgjigjen se ishin fëmijët e një gruaje të varfër që jetonte në shkretëtir. Atëherë mbreti i përqafoi ata tërgëzim e tha: "Mos kini frikë, sepse ju jeni fëmijët e mi. Nëse në tryezën time han bukë të huajt, aq ma shumë keni të drejtë ju që jeni fëmijët e mi." Dhe mbreti e urdhëroi gruan e shkretëtires t'i çonte në pallatin e tij mbretëror të gjithë fëmijët që ajo kishte pasur me të, që të rriteshin aty. Në këtë vegim simbolik që ju shfaq Franceskut kur po lutej, ai e kuptoi se gruaja e varfër simbolizonte veten e tij. Vetë Shën Francesku është ajo nanë e varfër, kurse fretërit janë fëmijë të mbretit, do të thotë fëmijë të Zotit. Sa po mbaroi lutja, shenjti u paraqit te Papa dhe i tregoi me hollësi shembulltyren që i tregoi Zoti dhe shtoi: "Une jam ajo gruaja e varfër që don Zoti, i cili për mëshirë të vet e ka bërë të bukur dhe prej të cilës pati mëshirë të ketë fëmijë. Mbreti i mbretërve më ka premtuar se do t'i rris të gjithë fëmijët që ka pasur prej meje. Pasi nëse ai ju ushqen të huajt, me më shumë të drejtë do të kujdeset për fëmijët e vet. Me që Zoti u jep me bujari mëkatarëve dhe atyre që janë të padenj
të mirat toksore, i shtyr nga dashuria për krijesat e veta, shumë më bujar do të jetë me njerëzit ungjillor që i meritojnë ato. Ky arsyetim i bëri përshtypjet e thellë papes, edhe sepse para se të vinte Francesku, kishte pasur edhe ai një vegim të çuditshëm. Ishte dukur se bazilika e Shenjtë Gjonit në Lateran rrezikonte të shembej, por një rregulltar i vogël dhe me pamje i dobët e mbante duke e mbështetur me supet e veta. Papa u zgjua i habitur dhe i friksuar nga ky vegim, dhe si njeri i urtë dhe mendjen preht që ishte, u zhyt në mendime për të zbuluar kuptimin e tij. Disa ditë më vonë, erdhi tek ai i lumi Francesk, i tregoi hapës qëllimin e tij, siç kemi thënë, dhe i kërkoi miratimin e rregullës, që e kishte shkruar me pak fjalë të thjeshta, duke i marrë prej ungjillit zbatimin e plotë të cilës e kishte shumë për zemër. Papa, duke parë zellin e tij për t'i shëbyer hyjt dhe duke krahasuar vegimin e tij me tregimin simbolik që e tregoi Francesku, tha me vete: "Per një mend, ky është njeriu rregulltar dhe i shenjtë, nëpërmjet të cilit kisha e hyjt do të ringrihet e do të mbështetet." Pastaj ai e përqafoi Franceskun dhe e miratoi rregullën e tij. Përveç kësaj, i dha leje atij dhe shokëve të tij të predikonin gjithkund pendesën, me kusht që ata të cilët do të predikonin të merrnin lejen prej të lumit Francesk, dhe të njëjtën gjë më pas e miratoi në konsistor. Pasi i mori këto favore, i lumi Francesk e falenderoi hyjën dhe duke rënë në gjunjë, i premtoi zotëri papes dëgjesë dhe nderim. Vëllezërit e tjerë, sipas urdhrit të papes, i premtuam nga ana e tyre dëgjesë dhe nderim Franceskut. Kur morën bekimin prej Inocentit të tretë, shkuan të vizitonin varret e apostujve, e kardinali i lartë përmendur arriti të siguronte për Franceskun dhe të 11 shokë të tjerë të nësuren, pasi donte që të gjithë ata të kishin të nësuren e klerit. Pasi kanë pasur të nësuren e klerit, pasi janë njohur si klerik në kish, kanë pasur të drejtë edhe të predikonin, sepse për ndryshe të tjerët nuk kishin këtë të drejtë. Vazhdojmë me një tekst të Shem Franceskut, në të cilin ai shpjegon kush është shërbëtor i përvojt i hyjt. I lumi ai shërbëtor, që nuk krenohet për të mirën që Zoti thot dhe bën nëpërmjet tij, më shumë se për të mirën që thot dhe bën nëpërmjet një tjetri. Ja se si shpjegon Shem Francesku çka është përvojtëria e vërtetë. Lum shërbëtori që është kaq i përvojt mes vartësve të vet, sikur të ishte mes seprorëve të vet. Lum shërbëtori që qëndron gjithnjë në thupren e ndërndreqjes. Është shërbëtor besnik dhe i mençur, ai që për të gjitha fajet të veta nuk vonon të pendohet për brenda, nëpërmjet keqardhjes, dhe për jashta me anë të rrëfimit dhe larjes së mëkateve me vepra. Ja, edhe një shpjegim ku Shem Francesku shpjegon se si virtyti i largon veset. Ku ka dashuri dhe urti, aty nuk ka druetje as padituri. Ku ka durim dhe përvojtëri, aty nuk ka zemrim as shqetësim. Ku ka varfëri me gëzim,
aty nuk ka lakmi as kopraci. Ku ka qetësi dhe meditim, aty nuk ka hall as shthurje. Ku frika e Zotit mban të ruhet shtëpia e tij, aty armiku nuk mund të hyjë në asnjë mënyrë. Ku ka mëshirë e maturi, aty nuk ka të pri as reptësi. Tani kemi një letër shumë interesante të bukur që Shën Francesku ja drejtoi vlla Leonit. Shkruan kështu: Vlla Leon, vllai yt Francesku të uron shëndet e paqe. Kështu po të them, birim si nanë, se të gjitha fjalit që kemi thënë gjatë rrugës, i përmbledhin shkurtimisht vetëm në këtë fjalë këshille dhe s'ke nevojë të vish tek unë për të këshilluar, sepse kështu të këshilloj. Në çfarëdo mënyre që të duket më mirë për t'i pëlqyer Zotit, hyj dhe për të ndjekur gjurmët e tia dhe varfërinë e tij, bëje me bekimin e Zotit hyj e me dëgjesën time. Dhe nëse e ke të nevojshme që ti kesh për këtë një ngushëllim tjetër dhe dëshiron të vish tek unë, eja. Interesant është se si Shën Francesku e respekton urdhrin e Krishtit, për mbi tokë mos e thirrni askan atë, sepse keni vetëm një atë, atë që është në qiell. Por ai i shkruan vlla Leonit si nan me dashuri amnore. Nuk është atë, por e don vllajën e vet Leonin si nan. Pastaj duhet të dim se Leoni, vlla Leoni, kërkonte të vinte te Francesku për të këshilluar me te. Francesku thot nuk ka nevojë. Kur sheh se diçka i pëlqen Zotit, lirisht bëj. Por, nëse ti mendon se është e nevojshme për shpirtin tënde, për qetësinë e tënde, për sigurinë tënde, lirisht eja. Do me thënë dashuria amnore e Franceskut ndaj vlla Leonit. Pastaj kemi bekimin vlla Leonit. Zoti të bekofte të ruajt, ta tregoft fytyrën e vet dhe pas në shirë për ty. E ktheft fytyrën e vet drejt teje e të dhasht paqen. Zoti të bekoft ty vlla Leon. Pra, Shën Francesku në bekimin e vet, njërit prej vëllezërve të vet, më të dashur, shërbehet me fjalët e shkrimit shenjtë nga libri i numrave. Bekimi më i madh është fjala e Zotit, edhe ai e bekon vllajën e vet me fjalën e Zotit. Pastaj kemi një letër shumë të bukur, të shkurtër, por shumë e rëndësi, drejtuar shenjtit shënue, Shën Antonit të Padovës. Vlla Antonit, i peshkujt tim, vlla Francesku, i uron shëndet. Jam dakord, do të thot mirë e miratoj, që ti t'u japësh mësimin e teologjisë kishtare frejtërve të tjerë, por me kusht që në këtë detyrë të mos shuhet shpirti i lutjes dhe i përshpirtërisë së shenjtë, siç e përcakton rregulla. Qosh mirë. Vetëm kaq, por mjafton. Shenjti shënue në atë kohë ishte më i shkolluari frat i urdhit franceskan. Shën Francesku ja tërheq vëmendjen, teologjia, studimi, dituria, shkollimi, mos t'ja zvogloj shpirtin e lutjes dhe të përshpirtërisë. Kjo është në vendin e parë. Pastaj studimi. Kemi tani një tekst të bukur me titull Përshëndetje
virtyteve. Të falem o mbretëresh urti, Zoti të shpëtoft bashkë me motrën tënde të shenjtën e të pastërën thjeshtësi. Zonjë shenjtë varfëri, Zoti të shpëtoft bashkë me motrën tënde të shenjtën përvujtëri. Zonjë e shenjtë dashuri, Zoti të shpëtoft bashkë me motrën tënde të shenjtën dëgjes. Virtytet e jetës shenjta, të gjitha ju shpëtoft Zoti nga i cili vini dhe buroni. Nuk ka asnjë njeri në mbar botën që të mund të ketë vetëm njërin prej jush, nëse ma parë nuk vdes ndaj vetvetes. Kush e ka njërin e tjerat nuk i fyen, nuk i shkel, i ka të gjitha. Kush e fyen vetëm njërin, nuk ka as njërin, dhe i fyen të gjitha. Dhe se cila i mund vesët dhe mkatet. Urtia e shenjtë e mund Satanin dhe të gjitha ngashnimet e tij. E pastra, e shenjtja thjeshtësi, e mund çdo urti të kësaj bote dhe urtinë e trupit. Varfëria e shenjtë e mund lakmin, kooperacinë dhe shqetësimet e kësaj bote. Përvujtëria e shenjtë e mund mendjemadhësinë e të gjithë njerëzit e kësaj bote e po ashtu të gjitha gjërat e kësaj bote. Dashuria e shenjtë i mund të gjitha tundimet djallësore dhe epshore e të gjitha frikat trupore. Dëgjesa e shenjtë e mund çdo dëshirë vetjake, trupore dhe epshore. Dhe e mban trupin e secilit ndërmundime për dëgjesë ndaj shpirtit dhe për dëgjesë ndaj vllait të vet. E atëherë ai është vartës dhe i nënshtruar ndaj të gjithë njerëzve të kësaj bote, e jo vetëm ndaj njerëzve, por edhe ndaj kafshëve dhe ndaj bishëve, kështu që ata mund të bëjnë çka të duan me te, përsa t'u lejoj atyre Zoti prej së larti. Tani kemi një përshëndetje shumë të bukur të drejtuar së lumes Virgje Mari. Të falim o zonjë mbretëreshe shenjtë, e shenjtë nan e hyt Mari, që je Virgje e bërkish, dhe e zgjedhur nga i shenjtërueshmi atë qiellor, që të ka shugruar së bashku me të shenjtërueshmin birin e tij të dashur dhe me shpirtin shenjtë ngushëllues. Tinet e cin që dhe është çdo plotësi hiri dhe çdo e mirë. Të falim pallati i tij, të falim tabernakulli i tij, të falim shtëpia e tij, të falim petku i tij, të falim shërbetoria e tij, të falim nana e tij. E ju përshëndes të gjitha ju virtytet të shenjta, që nëpërmjet hirit dhe shëndritjes së Shpirtit Shenjtë të vini si dhurata në zemrat e besimtarëve, që nga të pafe t'i bini besimtar të hyjtë. Këtu duhet të kemi parasysh mënyrën e të folur të Shën Franceskut, kur ai thot zojës së bekuar të falin pallati i tij. Do të thot, përshëndes ty ju Mari, sepse në ty banon Zoti. Ti e pallati i tij. Të falim tabernakulli i tij. Të përshëndes Virgje Mari, se ti banon nëse në ty banon Jezu Krishti, sikur se banon në tabernakullin çdo kish. Të falem petku i tij. Krishti, duke u mëshiruar, duke u bërë njeri, u vesh me petkun e trupit të Virgjes Mari. Kështu që Shën Francesku në atë mënyrë e nderon zojën e bekuar. Kemi pastaj një tekst shumë të bukur
për lavde hyt tete e të lartë. Do me thanë, lutja e drejtuar hyt atë. Ti je i shenjtë o Zot, vetëm ti je hyj që ban mrekulli. Ti je i fort, ti je i madh, ti je tetë i lartë, ti je mbret i gjithpushtetshëm, ti ati shenjtë, mbret i qiellit dhe i tokës. Ti je trini e njëni, Zot hyj i hyjnive. Ti je e mira, çdo e mirë, ma e madhja e mirë. Zoti hyj i gjallë dhe i vërtet. Ti je dashuri edhe mshuri. Ti je urti. Ti je përvojtri. Ti je duresë. Ti je bukuri. Ti je siguri. Ti je qetësi. Ti je gazmend e hare. Ti je shpresa jonë. Ti je drejtësi dhe përkore. Ti je gjithçka. Pasuria jonë e mjaftueshme. E vetmja pasuri që në mjafton. Të gjitha pasuritë e kësaj bote nuk e mbushin, nuk e ngopin shpirtin e njeriut. E vetmja pasuri që mjafton është Zoti. Ti je bukuri. Ti je butësi. Ti je pajtor, ti je rojtar dhe mbrojtës, ti je forcë, ti je strehim, ti je shpresa jonë, ti je feja jonë, ti je dashuria jonë, ti je krejt ëmbëlsia jonë, ti je jeta jonë e pasosur. Zoti madh dhe jam shushëm, hyj i gjithpushtetshëm, shpëtimtar i mëshirshëm. Përpara ju kemi cituar lutjen e Shën Franceskut para Krishtit të kryqëzuar, e përsërisim edhe një herë sepse është mirë që para kryqit të Krishtit të lusim këtë urat ose diçka të ngjashme e frymzuar nga kjo urat. O hyj i lartë dhe i lavdishëm, shndrit e terin e zemrësime, e më jep fejë të drejtë, shpresë të sigurt dhe dashuri të përsosur, urti e njohje o Zot, që të kryej urdhrimin tënd të vërtet dhe të shenjtë. Amen. Dëgjues të dashur, jemi të vetëdijshëm se me këto emisione kemi hedhur vetëm pakës dritë në këtë të shenjtë të madh të Kishës Katolike në jetën, veprën e përshpirtërinë e tij. Megjithse, sipas Shën Bonaventurës, Shën Francesku me shenjtërinë e vet plotësisht i përngjante Krishtit dhe të kryqëzuar, dhe se në zemrën dhe në trupin e vet e mante figurën e të kryqëzuarit, duhet të kemi parasysh se vetë Shën Francesku, kur nuk ishte i kënaqur me rezultatet e punës dhe të sakrificave të veta, me shenjtërinë e vet, gjithmonë dëshironte më shumë dhe më mirë, sepse e shikonte vetveten në dritën e hyjtë, që është absolutisht i përsosur, kurse ne të gjithë jemi gjithmonë të papersosur në çdo pikpamje. Për këtë arsye, tashmë shumë i smur dhe i lodhur nga sakrificat dhe pendesat e mëdha që i bante, pak para vdekjes së vet u thoshte vëllezërve franciskan: vëllezër, të nisemi prap nga fillimi, t'i shërbejmë Zotit hyj, sepse deri tani kemi bërë pak e pa asnjë dobi. Vërtet, me gjithë shpirt dëshironte të fillonte prap, përsëri, që nga fillimi jetën e kushtuar Zotit, përsëri me të njëjtin idealizëm rinor, që fretërit e kishin në fillimin e thirrjes së vet, sepse gjithçka që tashmë kanë bërë i dukej tepër pak dhe pa vlerë.
Jam I sigurt se edhe ju dëshironi shumë ma tepër se sa ju kemi paraqitur në këto emisione me rastin e jubileut të 800 vjetorit të vdekjes së Shën Franceskut të Asizit. Dhe keni të drejtë. Kush dëshiron më shumë, gjithmonë ka mundësi ta thelloj dhe ta pastroj njohjen e Shën Franceskut dhe të karizmes së tij, sepse ekzistojnë shumë libra të mirë të përkthyer edhe në gjuhën shqipe, që I përfshin burimet franceskane, që e shndrisin shumë bukur jetën dhe veprën e Shën Franceskut të Asizit. Ai na ndihmoft dhe na drejtoft në udhëtimin ton ka Krishti Zot. Amen. Edhe këtë emision do ta përfundojmë me lutje. Zoe e bekuar, nana e këshillit të mirë, pajtoria e popullit shqiptar, lutu për ne. Mbretëresha e urdhrit franceskan, lutu për ne. Shën Franceskë e Shën Klara, lutuni për ne. Të gjithë shenjtërit e shenjtëreshat e hyt, lutuni për ne. Zoti qoftë me ju dhe me shpirtin tënd. Ju bekoft, ju ndihmoft të ju ruajt ky gjithë pushtetshëm, Ati dhe Biri dhe Shpirti I Shenjtë. Amen.